Ke qenë ndonjë? Po, 2000 kom dalë. 2010 jam kthyer dhe mos kam dalë. Kum thos duam shkum edhe kum nejt këtu. Unë nuk e lëshoj venin për 100 euro nuk e lëshoj venin. Rri këtu. Me punu nuk është marrë. Parja është bo zot. Mbi gjithçka është parja. Njerëz duhen sot me interes. Atëherë nuk e ndesh me interes. Si e me disponem sot? Mirë. Çka të bën lumtur në jetë? Mua? Më bën të lumtur kur i shoh fëmijën e mi. Tregova pak ndjesin kur je bo prend. Nuk përshkruhet. E parja, a të bën të lumtur veç po i zgjidh problemat? Ja, veç zgjidh problem. Lumturi s'ka te parja. E pse të rrit po na lëshojnë vendin po shkojnë jashtë, apo i presim me para çka? Si presim me para, po mendoj që është jetë më e mire. A ke qenë ndonjë? Po, Sa ke qëndru? 11 vjet. Edhe e ke lëshu tash nuk jemo? Tu jam unë. Pse shkove tregom edhe sa heken fillim për Kom shkollën? shku me një kohë shumë e shtirë kur është këtu ne. Shku diku në 2000 kom dalë. 2010 jam kthyer dhe mos kam dalë. A punoj shep? Po. Hekur metal punus. Sa ka qenë e vështirë kjo punë atje? Është e shtirë, edhe këtu është e shtirë, po është normale. Çdo punë të lehtë nuk ka. E si vendose me u kthy tregom pak? Si shkum vendos më kthy? Kum thos duam shkum edhe kum nejt këtu. Jo që ka slet ka. Për mua është lehtë. Pishman ai ke ro? Asnjë tro. E këto si është tash ditën? A ke mujt me gjetë tani punë kur u ktheve? Po. Gjatë. Po, unë non stop punoj. 10 vjet kam punuar në Bechtel në autostradë. Dhe prap jem rrok në këto firma tona private, prap njëjtë është. E sa orë punë bëjsh atje? 9 orë. Këto? 9. Edhe këto 9. Po. E mjaftueshme. Mjaftueshme. Po më del, unë nuk iki. Unë nuk e lëshoj venin për 100 euro nuk e lëshoj venin. Rri këtu. Rroga më mjafton. Jam vetë në punë, gruan e kam punë. Do thonë edhe këto ka punë. Ka punë. A mendon që për ata njerëz që dojnë me punu, edhe këtu ka. Për ata që s'dojnë me punu, s'ka as tu as atje. A mendon që shqiptarët, nuk flasin për krejt, po edhe zgjidhen se çka me punu këto. Jashtë e bojnë qatë punë se nashta nuk i shef Ilan Fisteko, po këto nuk e bojnë se po më shaj kë. Për shembull kaci nuk e ka këto se Po qyre, unë po foli për veti, marrë është me vjedh. Me punu nuk është marrë, edhe rrugë mi pastru nuk është marrë. Se po të pagun dikush për atë punë. Pa marrë pas qyshat të pagu komuna, apo kushat të pagu. Edhe ajo është punë. Me punu nuk është marrë. Është marrë me të zonë të vjedh, me të zonë gjonat kësia o marrë. Për sapin tem, për tjetër kanë është edhe marrë. E atje ke pas shefin shqiptar apo tuaj? Shqiptar. Shqiptar. Që shefat shqiptar atje se po i keshin shumë. Bizneset firmat. Unë tash varet prej njerëzve. Unë kam 10 vjet më Betex, firmë Bexhet Pacollit. Unë kam një që shumë njerëz ka thonë që s'ne ka dhënë parat, po mu mi ka dhënë centëm cent. Unë nuk muj me akuzu që s'mi ka dhënë parat kur mi ka dhënë. Dhe firma Bexhet Pacollit. Po. Pas ke pas një farë rrugët mira. Ta e milioner. E livdushme. Apo na tregon sa ke pas? Kam pas 8 franga orën. Orën 8 franga. Po, me franga të Zvicrës. Unë dikun mujt kur është rrotullu në euro, dikun mujt ka 1500, 1600 që di. Po nas nga $300 kemi marrë avans atje, tjerat pare kemi marrë në bankën ekonomike këtu në Kosovë. Do më thonë, kanë me të bolë. Sa dush, po për në atë kohën, do më thonë, kur na u kanë desh neve, se na imi kanë që thënë, kreti mi kanë zero prej luftës, për në atë kohë nuk s'kanë pare e vogël, për në atë kohë është kanë pare e madhe. Dhe ashta sot është e vogël. Unë sot e marrë, do më thonë, rrugën e atëherit, për marrë sot. Po, prapë ajo është e mjaftueshme. Se janë vend temin. Gabimin që nuk ja fal vetës. Gabimin që nuk ja fali vetës. Nuk di që kam bënë gabim. Qëre, na si cili njeri i kem ato defektet tona. Po, ato defektet e mia i lojnë për veti i ruj. Sa mendon që kanë ndryshu gjana sa në kohën e kaluar edhe sot? Ka shumë ndryshimet më dhaja. Po ama mira, ama keq. Po flasim përgjithësi për rinin, për Nëse flasmi në përgjithësi, kemi pas dashni në veti pak më shumë. Sot është bë parja është bë zot. Do të thonë, mbi gjithçka është parja. Po njerëz duhen sot me interes. Atëherë nuk e ndesh me interes. A mendon se edhe burri me gruan po duhen për interes? Tash varet prej çiftit. Me sa ke pakën të zhvillë. Varet prej çiftit. Unë kam gruan, unë nuk e du me interes. Edhe kur e ka marrë unë atëherë gruaja është shkon e pa punë, nuk ka punuar. Po për interes nuk e ka marrë unë. A e kanë çfarë pajtime që me punu edhe gruaja? Se ka gratë që marrin veç në krah të burrit edhe fëmijët në qerë ato veç rrin. Aty është mirë kuptimi mes gruas edhe burrit. Nëse ka mirë kuptim, atëherë punojnë të dytë.
Se unë po një shumë thot drejtat e barabarta. Nuk kanë drejtat e barabarta veç me shni gruan punë dhe me thonë jenë të barabartë në punë. Se burri gjithmonë e ka pjesën më të ronë, burri e ka. E bën punën e ronë, tash më marr me shtje dhe grata në punë të ronë, me shtin ndërtimtari nuk më do këtë drejtë e barabarta ajo. Po unë i kam thonë edhe gruas, kam thonë dush me punu, urdhno puno, s'do me punu, rrin shtëpi. Na prap kena me jetue. Po, pra bashkë kena. Po, prap bashkë kemi, unë nuk e kam marrë gruan në atë kohë kur e martuar, nuk e kam marrë gruan veç pse ka parë. Se unë e kam marrë që thojmë fjalë pa parë e kam marrë. Nuk e kam marrë për parë. I kemi fëmin, sot ajo punon, unë punoj, edhe kemi një jetë mire kemi. Jetojmë mesatarisht jetojmë, nuk du me thonë që e kemi një jetë të përsosne, po një mesatare tjetër se kemi. Luksit prish vëlla. Po, luksi tepër po. Tash varet se çfarë jetë jeton, edhe çfarë luksi ban. Po një jetë me desh me jetu edhe këtu ka parë. Po ke pa shtetu aspire. Ja. Buke pa shtet vish në herë kur s'bojmë darë, kur që s'kem kohë, po se për ndryshe jo. Vej gore. Faleminderit shumë për kohën. Me të mira. Po, prapa jo është e mjaftueshme. Se janë vend temin. Gabimin që nuk ja fal vetës. Gabimin që nuk ja fali vetës. Nuk di që kam bënë gabim. Qëre, na si cili njeri i kem ato defektet tona. Po, ato defektet e mia i lojnë për veti i ruj. Sa mendon që ka ndryshu gjana sa në kohën e kaluar edhe sot? Ka shumë ndryshimet më dhaja. Po ama mira, ama keq. Po flasim përgjithësi për rinin, për Nëse flasmi në përgjithësi, kemi pas dashni në veti pak më shumë. Sot është bë parja është bë zot. Domethënë, mbi gjithçka është parja. Po njerëz duhen sot me interes. Atëherë nuk e ndesh me interes. A mendon se sot edhe burri me gruan po duhen për interes? Tash varet prej çiftit. Me sa ke po ke ndërgjuar. Varet prej çiftit. Unë kam gruan, unë nuk e du me interes. Edhe kur e kam marrë unë atëherë gruaja shkon e pa punë, nuk ka punuar. Po për interes nuk e kam marrë unë. Ai ka gjithmonë trajtime që me punu edhe gruaja, se ka gratë që marrin veç në krah të burrit edhe fëmijët në qerë ato veç rrin. Aty është mirë kuptimi mes gruas dhe burrit. Nëse ka mirë kuptim, atëherë punojnë të dytë. Se unë po një shumë thot drejtat e barabarta. Nuk kanë drejtat e barabarta veç me shni gruan punë dhe me thonë jenë të barabartë në punë. Se burri gjithmonë e ka pjesën më të ronë, burri e ka. E bën punën e ronë, tash më marr me shtje dhe grata në punë të ronë, me shtin ndërtimtari nuk më do këtë drejtë e barabarta ajo. Po unë i kam thonë edhe gruas, kam thonë dush me punu, urdhno puno, s'do me punu, rrin shtëpi. Na prap kena me jetue. Po, prap bashkë kena. Po, prap bashkë kemi, unë nuk e kam marrë gruan në atë kohë kur e martuar, nuk e kam marrë gruan veç pse ka parë. Se unë e kam marrë që thojmë fjalë pa parë e kam marrë. Nuk e kam marrë për parë. I kemi fëmin, sot ajo punon, unë punoj, edhe kemi një jetë mire kemi. Jetojmë mesatarisht jetojmë, nuk du me thonë që e kemi një jetë të përsosne, po një mesatare tjetër se kemi. Luksit prish vëlla. Po, luksi tepër po. Tash varet se çfarë jetë jeton, edhe çfarë luksi ban. Po një jetë me desh me jetu edhe këtu ka parë. Po ke pa shtetu aspire. Ja. Buke pa shtet vish në herë kur s'bojmë darë, kur që s'kem kohë, po se për ndryshe jo. Vej gore. Faleminderit shumë për kohën. Me të mira.